Në vitin 2026, këto dy shenja do të përjetojnë transformime të rëndësishme në karrierë. Planetet sjellin mundësi të reja dhe kjo mund të nënkuptojë ndryshim pozicioni, projekte të reja, madje dhe një ridrejtim të plot profesional. Në program janë gjithashtu aftësi të reja, kombinim rolesh ose kalimin në një fushë krejtësisht tjetër. Qëllimi sigurisht është të punojnë në diçka që përputhet me nevojat dhe dëshirat e tyre. Demi, zakonisht ndryshime nuk janë diçka që demat të pëlqejnë, por në vitin 2026 ata lën pas frikën nga ndryshimi dhe e reja, duke përqafuar një energji të rinovuar dhe krijuese. Të frymzuar nga Jupiteri në Gafore dhe më pas në Luan, demat duke se do të kërkojnë rrugë të reja profesionale. Nga mesi qershorit nevoja për pavarësi dhe më shumë përgjegjësi bëhet e fortë dhe kushtet planetare janë ideale për projekte personale apo dhe për të nisur një aktivitet të vetin. Ndryshimi i vërtet megjithatë vjen në vjesht, nga fundi i shtatorit, me Marsin e Luan, Demi hyn në një epokë të re. Një kapitull mbyllet dhe një tjetër hapet, ndërsa kjo periudhë vjeshtore favorizon mësimin dhe ridrejtimin profesional. Demi mund ose të fitojë aftësi të reja ose të ndjekë një kthesë të plot në karrierë, por kushtimi që ka treguar për të fituar pavarësinë do të shpërblehet duke dëshmuar se zgjedhja e tij ishte e duhura. Peshqit. Për peshqit, viti 2026 sjell riorientim dhe rishikim. Fillimi i vitit 2025 solli sfida, por këtë vit planetet kërkojnë që ata të rishqyrtojnë rrugën e tyre, që herët gjatë vitit shfaqen dyshime dhe pasiguri. Rreth mesit të shkurtit Saturni largohet duke të kujtuar peshqive se ka ardhur koha për hapjen e radhës. Paqëndrueshmëria që sjell Uranin në binjak dhe Plutonin në ujor kërkojnë të kenë një plan B. Përgjigjja vjen shpejt e ndryshimi nis nga fundi i Marsit. Vlen të theksohet se gjatë pranverës mundësitë shtohen, duke u dhënë peshqve mundësinë të ndryshojnë fushë ose të nisin një ridrejtim profesional. Deri në fund të qershorit, Jupiteri në Gafore krijon kushtet ideale që ata të zhvillohen në një ambient që u përshtatet, në një aktivitet që i shpreh. Rruga e re profesionale duhet të pasqyrojë versionin e tyre të tanishëm dhe jo veten e së kaluarës. Edhe nëse rruga është e vështirë, suksesi në fund të vitit do të dëshmojë se ata bëjnë zgjedhjen e duhur, duke ndjekur zërin e tyre.